Një ditë pasi Kryesocialisti Edi Rama shpalosi nevojën e të bërit ndryshe në nivelin e udhëheqjes së partisë, të grupit parlamentar dhe të qeverisë, nuk ka humbur kohë duke nisur organizimin e një takimi informal të kabinetit qeverisës. Takimi mund të zhvillohet më 30 maj në një qytet në jug të vendit. Paraprakisht, mësohet se takimi do të fokusohet në analizën e çështjeve që lidhen me zgjedhjet e shkuara, paçka se Partia Socialiste fitoi 83 mandate, sikurse do të kalojnë në skanerin e Ramës performanca e kabinetit aktual qeverisës. Një pjesë e rëndësishme e takimit do t'i kushtohet parlamentit të ri nga ku Rama do të vjel mendime për strukturën drejtuese të komisioneve parlamentare të drejtuara nga ligjvënësit socialist, siç ka ndodhur pas çdo procesi zgjedhor parlamentar. Nëse Rama do të vijojë traditën, pritet mbajtja e një mbledhje Asamblesë Kombëtare Socialiste në 2 javëshin e fundit të gushtit. Ky besohet të jetë momenti kur kryeministri mund të shpall kabinetin qeverisës së Rama 4 e për t'u bërë gati për të marrë votbesimin e parlamentit të ri, i cili mblidhet më 8 shtator. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.